Kemi në pjesën e tretë dhe të fundit, zoti Gjokuta, ju doni të komentonit lidhur me çfarë u deklarua deri tashti, ndërkohë regjia mund të na japi edhe grafikun e katërt krahasimi me skemën aktuale. Po se gjitha kjo ka të bëj, ajo që kurset është do të thotë kontribut, pra një derdhje në fondin e buxhetit të shtetit, në rastin e sektorit publik, po dhe sektori privat nuk do i mbaj në fondin e ndërmarrjes apo të shoqërisë apo i vetë punësuari, por do t'i derdhi në buxhetin e shtetit. Por kjo ka lidhje me pagën, pasi një shtim i kontributit natyrisht që duhet të parë niveli i pagës që e përballon këtë dhe mënyra se si kjo e gjitha qoftë për shtetin, tash më flasim për shtetin, se privati është hipotetik, ende qëndrueshmëria fiskale e gjithë kësaj skeme, e cila çfarë ka të bëjë? Mirë që e garantove një vit. Qëndrueshmëria duhet vazhdojë si skemë, se si do të jetë vit pas viti dhe si do të zgjidhen element që unë i përmenda më herë dhe që i diskutuam së bashku lidhur me problemin e drejtësisë fiskale, pra barazisë fiskale të individëve, pra në një treg që konkurenca nuk është ajo që duhet, apo mënyra se si ekonomia nuk është ekspozuar ndaj prodhimit dhe ndaj eksportit, pra ndaj vlerës së shtuar, por ndaj tregtisë dhe shërbimit dhe ka probleme të mëdha tashme me goditjet e jashtme, të gjitha këto janë rrisje që e godasin skemën. Pra, në një farë mënyre te qëndrueshmëria fiskale, kjo ka të bëj me dy qasje. Në qoftë se kjo do subvencionohet nga buxheti i shtetit për personat publik, pra për ata që punojnë në publik, te privati kosto nuk është e tillë. Kosto do të jetë e tillë që të jetë me lehtësi fiskale. Pasi privati do mbaj një kosto fiskale. Tani qelloj Ferizo që do t'i japi, por shumica private i kanë llogaritë shumë të shtrënguara, biles kostot po rriten se s'kan vetëm koston e punës. Dhe natyrisht, kjo kosto fiskale është një zhvendosje e asaj çfarë ai paguan sot me atë çfarë do të kompensohet, dhe unë përmenda pak më herët që nisma për kompensimin e shtimit të pagës minimale është një nismë që duhet të multiplikohet, pra të përdoret me zgjuarsi. Dhe kjo duhet parë në respekt asaj se kush do përfitoj, pra ku te baza, kush do jenë. Dhe natyrisht duhet jenë ata që janë më shumë, ata që marrin të ardhura të ulta, pasi ka të bëj me uljen e varësisë varfërisë në pleqëri, pra se problemi sotëm është që ajo që thamë për pensionistët kanë varfëri në pleqëri. Dhe natyrisht ky targetim ka të bëj me atë që përmenda me kufit e kontributit, por ka të bëj dhe me qasjen tjetër që efektet reale që duhet ndjejnë në kursim. Pra nuk do të jetë thjesht një zhvendosje kursimi, ajo që përmendë unë i çoj në bankë, pse do i mbaj. Kursimi duhet të vlejë në aspektin që lidhet me atë që përmendëm me edukimin, lidhet me mënyrën se si do të bëhet pjesa e qasjes së rrisjeve që do të përcjellin, dhe nga ana tjetër edhe mënyrën se si të gjitha këto do të përshtaten me tregun e ardhshëm. Pra kanë të bëjnë me reformat ekonomike që nuk po ecin, kanë të bëjnë me atë pjesë të mënyrës se si do të jetë transparenca dhe se si do të përdoren këto fonde. Pra, është diçka më e thellë që në mes, padyshim, unë mendoj që fondet private nuk duhet të na shkalohen, por janë ai shfryrësi, ne kemi diskutuar shumë herë dhe nuk është tu vendi, por janë ato pjesë që për të kaluar te kolona e tretë duhet kaluar përmjet kolonës së dytë, e cila është po aq e rëndësishme sa kjo që po diskutojmë sot. Një sekondë, vërtet lindin dy probleme. Ideja është shumë e mirë, po jo ideja është gjithmonë besueshmëri ose e realizon një reformë ose një nismë, është e vështirë zbatimi, pra se sa e besueshme zbatimi. Lindin problemi, nëse marrim një privat, që këtu lind një kontradikt. Pra çdo të thotë, ti nëse në një punonjës shteti, heq nga lekët e ti 50.000 lekë të vjetra dhe i çon për kontribute në këtë mënyrë, se do ndihmoj shteti 50.000 lekë. Tani shteti të ndihmon me taksat e mia, se do t'i marr nga takset e të gjithëve, dhe këtu taksa paguan dhe privati. Kurse këtu privati, nëse do t'i thotë, domethënë është automatikisht nuk është barazi. Pa krijon një diferencë, pra është një detyrim për te privati. Qoftë me dëshirë, qoftë me prandaj duhen lehtësi fiskale për privatin, që të vinë një vit. Nëse unë do dëshiroj edhe privatit, ma kompenson edhe mua shteti. Pra nëse një individ në privat do thoshte shiko, unë do derdhe 50.000 lekë punëtor, t'ia kompenson dhe shteti dhe këtij te privati, dhe s'kishte të bënte dhe ishte pjesë e skemës. Së dyti ka një problem, që e përmendi zoti Gjokunda, që do lindi nesër. Dikush do derdhi, dikush nuk do derdhi. Si do t'jetë raporti pensioneve nesër? Se në fundit edhe ai që ka kontribut, ka marrë kontribut më shumë nga shteti. Pra, besoj se ka akoma për të thelluar në zbatimin e saj. Pra është një ide mirë, nuk kemi të parë dhe ka bërë dhe bota, po ka diçka tjetër një më... Thellim, thot zoti Subash. Po, ne disa herë kemi diskutuar këtë çështjen që ndërmerren nisma, po nuk thonë ekspertët për të diskutuar çështjen. Ky është një panel ekspertësh dhe prandaj dhe jeni të ftuar. E mira është që nismat merret të diskutohet me njerëzit,
Dhe përpara se të bëhet projekt ligj, të bëhet një dokument i mirë. Sepse nëse ti bën një projekt ligj të keq dhe e çon aty për ta diskutuar, pastaj edhe ligji nuk do jetë fort i mirë. Duhet jetë projekt ligji i mirë, po projekt ligji i mirë bëhet kur diskutohet. Që ti mbijetoj dhe kohës. Që ti mbijetoj, pastaj ti mbijetoj edhe një debatit në parlament, dhe pastaj ti mbijetoj edhe kohës që të kemi edhe qëndrueshmëri fiskale, edhe qëndrueshmëri financiare, po edhe qëndrueshmëri skemës pensione, pavarësisht se sa shtylla ka skema. Skema duhet jetë e qëndrueshme. Dhe unë mendoj që kjo nisëm duhet vishet edhe me mekanizma tjera dhe me iniciativa tjera, në mënyrë që skemat jetë... Jeni dakord ajo që përmendi zoti Gjokutaj, kjo nismë shoqërohet për aplikimin në sektorin privat, që është kryesori, se ka dhe më shumë, me herë më shumë punonjës, me politika favorizuese fiskale. Dhe cilat në të ishin këto politika? Që mund të nxisnin privatin? Se na doli shumë zemër gjerë, zoti... Drejtuesit e kompanive private... Pa nxitje. Drejtuesit e kompanive private do jenë përballë presionit të punonjësve të cilët do kërkojnë aplikimin e skemës. Edhe nëse bëhet, si thosh, edhe me ligj, edhe me urdhër. Ama është vullnetare, nuk e detyron dot që të bashkohet. Po nëse bëhet me ligj, atëherë punonjësi do i shkojë atij pronarit dhe do i thotë, "Shikoj, vullnetare është, po unë e dua." Ose ndryshe largohen. Me që është vullnetare, unë e dua. Atëherë, nëse unë vë 1.000 lekë, kush do e vërë 1.000 lekëshin tjetër? Po pra do të vërë shteti, kjo është problemi. Se shteti s'më detyron do të mua si pronar, që të paguaj. Ta mbaroj profesor. Lutem ta mbaroj profesor. Nëse përdoret mekanizmi, shteti ja kalon lekët privatit dhe krijatit dhe privatit të erdhin burson ty, është a ke qenë në jerarkin, kështu. Ta kapësh veshin. Kurse nëse merr shteti gjithë punonjësit që janë në sektorin privat dhe i thotë sa nga këta kontribuojnë dhe e bën vetë shteti direkt atë, është më thjesht, më transparente, për këtë jam. Dhe më e prekshme. Po, zoti Gjokutaj, ta mbaroj profesor Ceku. Çështja që ndon këtu. A ka mundësi shteti shqiptar ta bëjë këtë për 1.100.000 punonjës? Le të supozojmë që 600.000 prej tyre do futen në skem. Por kur të futen 600.000 në skem, gjysma, edhe ata që nuk do futen në fillim, do tentojnë të futen, sepse do e kuptojnë rëndësinë. Do janë ndjen lezetin do bëjnë disa llogari, do janë të gjithë. Ndoshta vitin e parë, vitin e dytë jo, po kur këta që po kontribojnë, të vi koha që do dalin në pension, do kuptohet se sa lek do kenë plus pensionit dhe do fillojnë të kërkojnë. Atëherë, a ka mundësi shteti shqiptar që të siguroj këtë ekstran, këtë plusin? Mund ta shtri kaq jorganin financiar për qindra mijëra punonjës? Çështja pikpyetje e madhe. Kjo është përgjigja është jo, domethënë. Po, çështja është tani. Nuk është puna e sa mundësi ka shteti. Unë them që përgjigja është po. Përgjigja është po, sepse ne duhet bëjmë transparent ekonominë. 40% e ekonomisë shqiptare është ekonomi gri, ekonomi e zezë. Ajo është tjetër që nga gjën për të financuar. Tjetër, nëse do të flasim për gjetur burime financimi, si e ka bërë Norvegjia që çdo qytetar norvegjez ka 340.000 euro nga burimet natyrore. Sovrani. Po tani nuk mund të kalojmë në hipotetike. Jo, nuk është hipotetike. Sa herë kemi diskutuar këtu në tavolinë që përse nuk ngrihet një fond i garancisë, se mungon këmbana, si thaj, pse nuk bie këmbana. Ta vazhdoj zoti Gjokutaj. Pra unë do im shoja asaj pjesës që e përmendëm pak, por ta elaborojmë pak më shumë pjesën e edukimit financiar. Pse ka rol në ato, derisa tham pjesën fiskale, tham pjesën e subvencioneve buxhetore, edukimi financiar ka lidhje se nëse nuk do ketë edukime të drejtë, përmendi Fejzo që e ka si pjesëmarrje në sektorin privat, do jetë pjesëmarrje e ulët. Çfarë ka të bëjë edukimi? Nuk ka të bëjë thjesht për t'i shpjeguar se ka të bëjë me mënyrën se si janë rrezikët. Pra, në momentin që ai kupton rrezikun pozitiv, negativ, do të marrë vendimin dhe bazuar mbi këtë vendim nuk ka nevojë të shpjegohet shumë apo e ka shumë më të lehtë. Por çfarë duhet për ta bërë gjithë këtë?
Pa dyshim që nevojët e transparenca që thamë të drejtë zotit Ceko në tërsinë e proceseve, pra që nga kjo idea që u lëshua kështu si pa pritur, e pa konsultuar në aspektin me ata që të paktën kanë kontribuar apo janë aktiv në treg, por komunikimin publike kemi, por e kemi të njashëm, duhet një ndërkomunikim, pra një veprim proaktiv midis qeverisë dhe gjithë faktorëve për të bërë një vendim matur, por edhe ajo që ju keni për shembull siç bëhet ato simulimet. Çfarë kanë bënë simulimet? Shembull që unë ngres shpesh dhe në diskutime për ligjet e reja. Japin e bëjnë tipike, tipologjinë e mënyrës se si do përfitohet, pasi njerëzit kanë nevojë për ta parë në detaje atë çfarë pa. Sepse kanë pasiguri. Dhe natyrisht me çfarë lidhet kjo pastaj? Ka lidhet me mbajtjet, me arkitektët e ka të bëjë me institucionet financiare, se ku do bëjnë gjithë të që po temi. Ka të bëjë me fondet e pensioneve, të cilët duhet të jenë të përfshira, po dhe me stabilitetin, pra me një statu quo të rregullave të ruajtur, pra një tip të themi moratorium, pasi po ndryshuan rregullat se dohet, dhe natyrisht, në qoftë se këto nuk i arrim, cilën kemi atë që kemi sot. Kemi mungesë besimi, kursimet janë informale në kesh apo po bëhen pasurit pa luajtshme, dhe është ajo ekonomi që ne po themi sot që nuk na çon asgjë kundi, përveç se po shteron burimet dhe po vete aty ku duhet. Pra, teorikisht dhe në letër kjo është nisme mirë, por praktikisht në qoftë se nuk bëhen këto që ne po i diskutojmë dhe që ka nevojë për një trajtim shterus, natyrisht që do e deklasifikoj dhe këtë si një ide të radhës dhe nuk do na çojë aty ku menduam se do të ishim. Nuk do ngjizet ashtu siç duhet. Shtrimin tim, jo për të oponencën e dy ekspertëve. U jam dakord me atë që thonë të dy zotrinë dhe atë që thotë profesor Ceko që shiko duhet pyetur ekspertët. Unë jam më simpatizant që kjo ide e kryeministit Rama të bëhet e privati dhe është më mundshme të bëhet privati dhe risitë e shtetit janë të privati. Profesor Ceko tha që është mirë ta mbarojë shteti, sepse edhe rrogat po i rrit shteti. Tani, pse te shteti është më kollajshme, por jo më suksesshme se te privati. Te privati kemi më shumë fuqi punëtore dhe ne kemi disa risime të mëdha. Që do të thotë? Mban të lidhur kontratën e punës midis punëdhënësit dhe punëmarrësit. Së dyti, punëmarrësit në privat e kanë më të kollaj, e kanë rrogat më të larta, de facto dhe de jure më të pakta, edhe e kanë mundësinë më të mirë. Pra në qoftë dhe janë më të gatshëm. Në qoftë se kjo do ketë politika shteti më të radh, unë jam i bindur që unë kam 30 e sa vjetë punoj privat, kam iku që 93 nga shteti, dhe po thoj që është në së tjetëri. Jep një fund formalizimit, dhe ai që s'paguan siguracione, qoftë edhe fermeri, qoftë edhe ai personi fizik, që e kanë... Pra ndihmon formalizimin e ekonomisë. Të mirësisht, qasyen, qoftë se unë thot do paguaj 30.000 lekë të vjetra pension, një personi fizik i thjesht, thot në qoftë se unë paguaj dhe 50, dhe me jep shteti 50, pra arritën të ardhot. Së dyti formalizohet punojësi, edhe fermeri do vetë do ta paguaj siguracionin. Do vetë. Pra është më për mua e gjenë, në qoftë se shteti bën politika dhe bën ato projekt ligje, si i tha profesor Cekua, që në fillim të garantoj që është më mirë dhe më shumë do ketë sukses të privat. 4 minutat e fundit profesor Cekos do ja japim, por edhe një pyetje të fundit kam. Do ishit dakord për një formulë të tillë tek sektori privat, që edhe shteti të jepte diçka, qoftë edhe 25%, dhe pastaj privati ta vazhdonte me 3/4 të X shume që punojësi në privat do e jepte. Shteti ka mundësi të japte privati 100% se ja vjel më kollaj, pra do t'ja marri. Pra shteti... Profesor Ceko? Ne jemi përballë një fakti që është bërë një deklaratë zyrtare nga drejtuesi më i lartë i shtetit shqiptar. Edhe unë kam përshtypjen që kryeministri nuk është tërhequr kurrë nga deklaratat. E përmendi dhe si kohë, ndoshta që nga janari 2027 do jetë fondi aty dhe do fillojë. Unë mendoj që kjo është një nismë pozitive për të cilën duhet i japim kohë qeverisë. Sepse kjo nuk është kështu do nose, do sote, do të bukur, bjonde me sy bojqelli, thonjt me maniqyr me ngjyrë jeshil, edhe tjetë me partinë nuk bëhet me njerë. Kjo nuk bëhet me njerë. Duhet i japim kohë, çështja është që kur të shkojt që të hartohet projekt ligji në vetvete duhet konsumohet me ekspertët, dhe pastaj kur të shkojnë në parlament, patjetër që do gjedhe mirë kuptimin e dy palëve. Po duhet diskutohet me shumë transparencë. Dhe duhet marrë edhe mendimi, patjetër mendimi sektorit privat. Unë mendoj që ka ardhur koha për të lehtësuar diçka barrën fiskale në Shqipëri, në mënyrë që t'i japim mundësi sektorit privat të përballojë këtë gjë. Si e mendoj unë,
lehtësimin e barrës fiskale. Në radhë parë njerë duhet e që aksiza naftës. Po u që aksiza naftës, shkarkohet një pjesë e madhe e parave në për biznese. E dyta duhet e që të vëshe ushqimeve, që është shumë e rëndësishme, dhe e treta, gradualisht duhet fillojnë të mendojnë për lehtësimin e barrës fiskale për sektorin e ndërtimit, sepse ashtu si shta kryeministri është sektori që ka qenë avangard në Shqipëri gjatë gjithë... Ashtu, motori mirëfillt i ekonomisë sonë. Ka të paktën 2000 kompani ndërtimit mira në Shqipëri pavarësisht nga madhësia. Të vogla të mesme të mëdha janë kompani ndërtimit. 2000, nuk është numri i pak. Nuk është numri, janë kompani të mira. Nëse ti heq të vëshën e ndërtimit, automatikisht 20% që i të vëshës i ka dhënë mundësi këtyre kompanive që të përballojnë. I krijohet mundësia. 2 minutat e fundit për zotin Gjokutaj. Të thosha që e gjithë nisma është një hap në drejtimin e dur, pa dyshim, por ajo që thamë në fillim nuk është se konsiderohet reforme plot, është një instrument plotësues dhe me këtë duhet të shpjegoj atë pjesën që kërkon një, atë që thamë të drejt këtu, një hartim shumë të kujdesshëm, qoftë fiskal, por qoftë dhe institucional. Dhe ku ka të konsiston? Reforma e tregut punës, që përmendëm gjithë to përfshihen pikërisht e reformimit të tregut me të gjithë elementet e tij. Një zhvillim tjetër të tregut financiar, i cili është ai që do ta bëjë të mundur fizibilitetin e gjithë kësaj ideje dhe një rritje të besimit publik duke futur edukimin, duke futur gjithë këto instrumentet dhe besoj se nëse zbatohet mirë, kjo mund të shndërrohet nga një politik me qasje sociale në një instrument ekonomik afatgjat për atë qëndrueshmërinë që folëm. Pra të gjitha këto kanë element për të bërë dhe pikërisht pse duhen diskutuar se kemi parë që ligjet kur bëhen me nxitim apo thjesht me agjendë politike elektorale natyrisht që prodhojnë efekte të momentit afat shkurtra, por nuk na ngrojnë gjatë dhe nuk na mbajnë atë aspektin e Zoti Subashi, profesor Ceko, zoti Gjokutaj, faleminderit që ishit me neve sonte në Ekopuls. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.